Christian Aslani është zyrtarisht edhe një herë një futbollist i Interit, pasi Beshiktashi nuk ushtroi të drejtën e blerjes së kartonit të tij nga Zikaltrit pas huazimit që nga janari. Por situata mund të ndryshojë përsëri e të ketë një prapaktheu për shkak të zhvillimeve të fundit. Klubi turk ka gjetur akordin me trajnerin Vincenzo Italiano, i cili i dha lam të mirën Bolonjës pak ditë më parë. Ai ka udhëtuar sot drejt Turqisë dhe pritet të firmos me klubin e qytetit të Stambollit. Dhe kjo është një mundësi e mirë për Aslanin, pasi trajneri e ka vlerësuar edhe më parë atë. Në të kaluarën, Italiano ka kërkuar shërbimet e tij si në vitet te Fiorentina, ashtu edhe në sezonin e fundit te Bologna, ku ai provoi disa herë të siguronte firmën e futbollistit të kombëtares shqiptare. Transferimi i tij tashmë te Beshiktashi mund t'i hapë rrugë një etape të dytë për Aslanin në klubin turk, ku ai vetë u shpreh se ishte ambientuar mjaft mirë. Christian Aslani foli pas ndeshjes që Shqipëria humbi 0-1 ndaj Izraelit. Miqësorja u luajt në stadiumin Air Albania. Ka qenë shumë pozitiv, trajneri është shumë rob i mirë, do pressing të lartë dhe agresivitet. Kemi pasur vështirësi në pjesën e parë, sepse ishin me 2 mesfushor dhe unë me Ramadanin ishin pak do dalim apo jo. Në të dytën, gati shkuam 1-1. Na vjen keq. Pësuam atë gol dhe na vjen keq sepse besoj kemi bërë ndeshje të mirë sot. Zgjedhjet i bën trajneri, por të gjithë çunat janë gati. Është shumë e vështirë të luash 2 ndeshjet e fundit, kur ka mbaruar kampionati. Jemi stërvitur të gjithë mirë. Tani, presim Luksemburgun. E ardhmja? Nuk e di. Beshiktashi ka të drejtë blerje deri më datë 15. Jam gjetur shumë mirë atje, kam luajtur të gjitha ndeshjet. Shpresoj të ri atje. Nuk i dihet. U shpreh Aslani për Supersport. Elseid Hysaj ka qenë përsëri protagonist në të 2 fazat e lojës për kombëtaren shqiptare në ndeshjen ndaj Izraelit. Të them të drejtën, kur luaj me fanellën e Shqipërisë, është objektivi të jap maksimumin derisa të kem fuqi, dhe kështu do të vazhdoj derisa t'ja dal. Ky është një trajner i ri, ka ide të reja, që besoj me kohën do sistemohen, se kemi pasur vetëm 4 ditë kohë që të rregullojmë aksione mbrojtëse e sulmuese. Por është pozitiv, sheh një lojë më sulmuese se sa kemi bërë më parë. Shpresoj që të gjitha të ndihmojmë që të jemi më mirë për ndeshjet e radhës. Tensioni? Futbolli kështu është. Unë nuk kam qejf të bëj këto skena. Por në momentin që pash lojtarin me gishtin në buzë duke u thënë tifozëve të pushonin, është impuls momenti. Kërkoj falje. Janë gjëra që ndodhin në futboll. Shqyr nuk ndodhi asgjë e rëndë. Unë jam pa kontratë, jam 2 ndeshje për këtë vit. Pastaj kam folur me menaxherin, po punon, do gjejmë situatat më të mirë, më të vlefshme dhe pastaj do tregoj. Se për momentin nuk më ka thënë as mua diçka. Tha Hysaj për Supersport pas ndeshjes. Rolando Maran debutoi me humbje te kombëtarja shqiptare. Kuqezin të mposhtën me rezultatin 0-1 nga Izraeli në stadiumin Air Albania. Golin e vetëm të miqësores e shënoi Oskar Gluh në minutën e 73. Maron mund të ngushëllohet me faktin që 2 trajnerë që shkruan historinë me Shqipërinë, po ashtu debutuan me humbje. Fillimisht, Gianni De Biasi, që njihet edhe si mik i Maran, ishte në stol për një miqësore në ndeshjen e parë. Shqipëria u mposht në transfertën e Gjorgjis me rezultatin 2-1. Ishte shkurti i vitit 2012. De Biasi më pas u bë trajneri i parë që dërgoi Shqipërinë në një kompeticion si Europiani. Trajneri i dytë që u bë pjesë e historisë me kuqezint ishte Silvinho. Tekniku brazilian po ashtu debutoi me humbje, ndërsa kombëtarja humbi 1-0 në transfertën e Polonisë. Ishte marsi i vitit 2023. Silvinho jo vetëm shkoi në grupet e një Europiani, por edhe udhëhoqi Shqipërinë në play-off të botërorit. Shqipëria e ka nisur me humbje etapën e saj në drejtimin e Rolando Maran, e mposhtur me shifrat 1-0 në Air Albania nga Izraeli. Në një ndeshje ku Maran kishte zgjedhur ta niste me Mehmetin në sulm për krah Brojës dhe Hoxhës, ishin kuqezint që kishin iniciativën pikërisht fal lojtarit të ri në repartin e avancuar, pasi ai tentoi disa herë të gjente rjetën. Por kuqezint nuk ja dolën të shënonin në një ndeshje që kishin mjaft mirë nën kontroll. Por një zbritje e shpejtë në të majtën e Glouh dhe një diagonale e tij në shtyllën e largët, gjeti të pavendosur mirë prapavjen kuqezi dhe solli golin e vetëm të ndeshjes. Kjo pasi pavarësisht ndryshimeve të Maran, Shqipëria u shfaq më pas rrallë herë rrezikshëm në sulm,
duke mos krijuar shkëmbijën që pritej për të barazuar rezultatin, pavarësisht dëshirës që shfaqen kuqezimt.